Shqipëria dhe Rusia do të forcojnë bashkëpunimin në luftën kundër trafikut të lëndëve narkotike. Për këtë qëllim ka ardhur për vizitë në Tiranë drejtori i Shërbimit Federal të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë, zoti Viktor Ivanov, i cili pas takimit që pati të premten me ministrin e Brendshëm Bujar Nishani, nënshkroi edhe një marrëveshje që synon shkëmbimin e informacionit, organizimin dhe planizimin e goditjes së grupeve kriminale të trafikut narkotik, si dhe bashkërendimin e punës së agjencive përkatëse në goditjen e këtyre veprimtarive kriminale. Zyrtarët e lartë të dy vendeve vlerësuan nënshkrimin e marrëveshjes si një shprehje e qartë e vullnetit të përbashkët politik për t'u angazhuar në luftën kundër kësaj sfide. Shqipëria ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe rezultate konkrete nga bashkëpunimi me agjensitë partnere, me agjensitë e ndryshme ndërkombëtare, që nga ato të vendeve fqinj dhe përtej vendeve fqinj. Shqipëria vetëm gjatë 3 viteve të fundit ka realizuar 31 operacione të përbashkëta me agjensi partnere, me vende të tjera, me agjensi homologe, e cila vetëm në Shqipëri ka bërë të mundur arrestimin e rreth 50 personave të përfshirë në trafikun e drogave të ndryshme. Trafikantët, grupet e krimit organizuar që merren me trafikun edhe të lëndëve narkotike, nuk njohin kufi. Ata e gjejnë shumë lehtë njëri tjetrit, trafikimi dhe aktiviteti kriminal bëhet gjithmonë e më i sofistikuar dhe natyrisht përballë kësaj sfide mbetet e rëndësishëm organizimi, bashkëpunimi, bashkërendimi i agjensive përkatëse, por dhe bashkërendimi i agjensive mes njëra tjetrës. Ky bashkërendim, ky bashkëpunim, i cili edhe me Federatën Ruse nis të konkretizohet pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, besoj që është një kontribut i rëndësishëm për qytetarët e vendeve tona. Nga ana e tij, Ivanov shprehu angazhimin për zbatimin me sukses të marrëveshjes në të gjitha aspektet e saj, të forcimit të kuadrit ligjor, shkëmbimin e përvojave të agjensive të dy vendeve, zhvillimin e trajnimeve të përbashkëta dhe të punës së përbashkët hetimore për të zbuluar dhe goditur vatrat e kriminalitetit dhe në veçanti të trafikut të lëndëve narkotike.